dhanë argumente se BDI-a thot, BDI-a vetëm krijon në përshtypje të cilat nuk ballafaqohet me të vërtetën. E dini lajmi që doli se BDI-a ka fituar 3-4 komuna. Njerë në Kosovë nuk e di njerëzit dhe në Shqipni se një komunë që krekoset BDI-a që ka fitu është pastër me Macedonofolës musliman, s'ka shqiptarët, Plasnicë. Dhe emri i kandidatit ishte... Po, pa diskutim. Ata vetën e quajnë turq, unë e respektoj, po janë Macedonofolës. E dyta, krekosja e BDI se ka fitu në Gostivar Binqëm, është një mbulesë të turpit. Rezistenca me madhe, thyrja me madhe që është bë, thyrja, poshtnimi, nënshmimi shqiptarëve, BDI-s dhe Arben Taravarët është bë më në Gostivar. Si ka po si që arrit census? Për çat arsye që shqiptarët i kanë bojkotu, se i kanë ditë se fitus, si pas gjitha sondazheve do tjetë BDI-a dhe zoti Taravari, dhe i kanë botu rrepsisht zgjedhjet i kanë bojkotu. Fronti, ku kemi qenë bashkë me BDI në vitin e kaluar, ka patur në Gostivar 17.000 diçka vota. Tash, pas një viti, BDI-a bashkë me Taravarin kanë 12.300 vota. Dhe jo vetëm Gostivar, po dhe një komunë rurale që është bashkë me Gostivarin, njësoj nuk është arrit cenzusi, dhe ky cenzus është shumë i turpshëm për ata forca politike. Kjo është për shkak të koalicioni ju natyral? Jo. Për shkak të një mashtrimi shumë të madh kapital historik të politikës zotit Arben Taravar, ku tash e psoi edhe zoti Ahmeti. Dhe mesatarja e daljes në këto dy komuna, apo si e quajnë këto të ne Gostivari me rrethin, nuk është 30%, se na 30% që janë 14% turqë dhe Macedon, është 16%. Dhe ky refuzim tregon se BDI-a ka marrë një goditje jashtëzakonisht rëndë dhe vështirë. Sa i përket numrit të përgjithshëm të votave, duhet të sqaroj. Në rang republikan? Po, ka edhe një komunë ku vlenit tash do të flasin të vërtetër. Qëllimisht nuk kanë nxjerrë kandidaturë dhe i kanë lënë vetëm kandidatën e... Në Qashk? Po, shumë mirë, bravo. Në Qashk, dhe aty ka fitu shqiptare, nuk ka fitu BDI-a. Paraqitet si fitore e tyre, dhe përfundimisht numri i votave të frontit, apo vjetë, ku isha unë, dhe si shte i madhi Taravari i zotit Ahmeti, ka qenë 140.000. Tash ata... 113-14 janë, sa janë? Ma pak. Dhe me thonë, afërsisht 30.000 vota u mungojnë. Thjesht, se disa arrita ta rumbullaksoj, e pa drejt ishte fushata e krimit të një situate në Maqeninë e Veriut se zgjedhjet lokale janë për jeta për vdekje. S'kishte lidhje, zgjedhjet lokale janë administrative. Dhe kjo mënyrë të bërit politik nga ana e shqiptarëve është sikur me prej ujin me havan. Seriozisht e flas këtë nga përvoja, kam thonë edhe gjatë fushatës, po ju mund thoni tash kur flitni nuk tregoni se ndjeheni më pak i lumtur, po pak më shumë. Jo për shkak të humjes BDI-s, po për shkak të kësaj situate që zbuloi katërcifërisht kotësinë e këtij organizimi politik shqiptarëve të Maqedonisë për mungesë të normativave ligjore dhe kushtetuese të cilat i garantojnë disa drejta tona. Pjesëmarrja e më të qeshme e jona në këtë lojë vetëm shkon dita ditës tu na dëmtu. Edhe një qëndrim dhe mbylloj, se zgjati shumë. Po kam fjalën. Po dakord. Ne vetëm i mundsojmë vetvetes na ngritin pa ndërprerje këta akuza dhe akuza maqedonasit te perëndimorët se ne jemi antishtetror, se ne nuk jemi për kompromis, se ne jemi për mekanizma të tjerë në veprimit shtet federate kështu, por realiteti është ndrysh. Macedonasit kontrollojnë të gjitha institucionet me 2/3. Që do të një që të ndodhë, që të bojkotoshin nga gjithë kampi shqiptar këto zgjedhje? Që të bojkotoshin? Si që po themi bojkotohet ju si parti, ju do të dëni që të bojkotoshin zgjedhjet nga shqiptarët? Edhe, jo vetëm zgjedhjet bojkotohen, po të arrim në një konsenzus përbashkët nga një mos sukses i madh që duket tash preket, dhe bashkërisht të arrim në përfundim se neve na duhet një platformë re dhe na duhet një dialog i ri. 2/3 e institucionëve që i kontrollojnë Macedonasit, ata nuk do të ndalen me parti politike, gjyqin kushtetues, gjyqin suprem, gjyqin parlamentin të gjithë, dhe ata vetë me vullnetin e madh tyre nacionalist na përjashtojnë neve pe funksionimit të shtetit. Dhe ne rrezikojmë tash
që të gatshëm të pranojmë ata që ne jemi separatistë, jemi irredentistë, është ripërsëritje e situatës së ish Jugosllavisë. Këto i them, jo refuzimi i pjesëmarrjes këtë sistem, jo me prish Maqedoninë, jo me bë konflikt, po ndërkombëtarëve të sqarojmë se ku është halli jonë, kemi vështirësi. Në halli jeni, edhe pse po themi në racioni i Vlenit është kredi diçka tjetër, thotë është bërë progres, ka të punësuar më shumë shqiptar, po themi situata shumë më mirë, ka investime nëpër komunat shqiptare që s'ka pas ndonjëherë më parë, maloku. Analizën, por edhe po themi një analizë tuaj sa përket procesit zgjedhor, gjithë çfarë ndodhi në Maqedoninë e Veriut, rezultatet. Por gjithë këtë çfarë po